buçim në bu, CHI. Bu, CHI. Po. Kështu punon një 8-9 orë, domethënë edhe kthehesh pastaj direkt i fuzin në një podcast tash për kohë darke, sikur s'kemi gjë mangët, hajde për mirangëzime. Jo, dhe nuk gëzuar, dhe nuk kam mbaruar akoma. Pas kësaj kam përsëri një takime. Disi ishte dita ime sot, e skeduluar me minuta. Me minuta të koha dhe Si është e hëna jote? Se jam vërtet kurioz. Jo vetëm për të bërë pyetje kote, por jam vërtet kurioz. Si është e hëna jote përgjithsisht, po edhe kjo sotme? Nga koha e fundit që kemi folur, jam bërë një vajzë me organizuar. Tani kam filluar i kushtoj kohë vetes time, të paktën palestrën e kam orarin tim, le të themi. Por shkoj në palestër dhe bëj palestrën, kështu që e filloj ditën tani me stërvitje dhe pastaj filloj me tasket e ditës, delegimin e detyrave, telefonata pafund, domethënë nuk e kontrolloj dot më. Këtë pjesë nuk e kam në dorë. Zgjat një çik dita ime në fakt, është çik e ngarkuar, sepse jam në një moment ku jam duke e sistemuar dhe duke organizuar punën time në mënyrë të tillë që mos të duhem gjatë gjithë kohës unë. Për momentin duhem, sepse kështu ka vështirësi plot si përmarrse. Edhe kështu ditë të zëna. E hëna kur vjen shikon, nuk është se mërzitem që do vije hëna. Thjesht e di që madje sot po bëja shaka në një takim, e kam javën të gjithën kaq bukt me takime të reja, me klientë të vjetër që kam ato kollet e skeduluara, sa që duhet të ushqehem mirë i thash dhe duhet të ha gjëra me yndyrë. Jo, është si të themi, është fueli më i mirë për energjinë, më mirë se sa sheqera, se sheqerat janë budalliqe, domethënë, nuk të mbajnë ai shumë sa të mbajnë yndyrrat. Jam bërë vite të tëra që e shmang plotësisht nëse mundem. Po si shumë e rëndësishme. Më fal, unë e kam Nuk të dëgjova. It's out. Atëherë përsa i përket kafes, unë jam nga ata tradtarët që kishe postuar ti sot, tradtarët e kombit, kam lënë kafen bleon. Frakfollaj, ku po shkon kjo bot nuk e di mas vetë. Unë e lash pa kafen që në pandemi, nga puna që bëja në teren, kisha filluar të kapja 3 deri në 4 kafe në ditë, edhe nuk më bënte mirë, më jepte aritmi, më jepte ankth, fillova të, domethënë e kuptova që më bënte dëm, nuk po ju them njerëzve që të lënë kafen. Domethënë nuk është kjo ajo që unë po promovoj, thjesht unë për veten time e lash. Domethënë ajo që unë promovoj te njerëzit është që të jenë të vëmendshëm se si ndihen me një stimulant të caktuar. Nëse ndihen mirë, le të vazhdojnë, nëse jo, ndërpriteni si puna ime. Po kam qenë nga ato që e pija kafen pa sheqer dhe të shkurtër. Bravo qoftë, ja, këtu më bërë krenar përsëri. Jo, çka është e vërteta, domethënë për deri shaka që ne kemi bërë me Uliadin, domethënë ideja është se në qoftë se është në kapacitetin e një njeriu edhe unë jam pro të lëni së kafes në mënyrë, domethënë komplet fare, domethënë që mos ta vësh në gojë fare, sepse normalisht pavarësisht se të jep produktivitet, domethënë thjesht krijon një farë lloj varësie që e paguan shumë rënd më vonë. Unë vetë kam që të ndaj një gjë nga vetja, në fillimet e punës time, domethënë në profesionin tim jam gjermanizuar ai shumë sa arja 1 litër kafe në ditë, pa frikë fare. Kafe amerikane besoj se ekspresin ton me 3 je. Kështu French press domethënë. French press po në nivelin e kafeinës, domethënë aty duhet të jetë 5-6 espresso pa frikë fare, domethënë. Edhe normalisht u krijuan probleme me stomakun, pastaj gjumi nga 5-6 orë normale ja kaloi kështu në 3-4. Edhe kur filluan problemet me stomakun atëherë vendota shif plak ose kjo nuk është gjë normale dhe jam disi krenar, domethënë që kam arritur tash që maksimumi kur dal nga vetja janë 2 kafe në ditë. Zakonisht është thjesht një tek kafe. Me hapa të vegjël, nuk ka pse të bëhesh drastik. Normalisht ashtu e fillova dhe unë, sepse unë pija domethënë si të gjatat këto amerikano, domethënë si espresso normalisht pa sheqer, pastaj
e fillova që po e shtoja me ujë, pa ajo ishte shumë nuk shtyej hiç. Ai shtohet kafe me ujë, të lutem shumë, so Brazita larga tani. Duke normalisht edhe shiko, një element tjetër shumë i rëndësishëm që më bëri të lija kafen është sepse ajo të jep vërtet një boost, por të jep një boost fake, ku ti harxhon më shumë energji se çike në një kohë shumë të shkurtër dhe pastaj kur mbaron efekti i saj ti je i fikur. Kështu që unë nuk mund t'ja toleroja vetes që të kisha momente ku fikesha, sepse duhet të jem vigjilente gjatë gjithë kohës. Marketingu duhet të kesh vërtet vigjilent, sepse janë detaje të vogla që mund të të shpëtojnë, dhe njerëzit i vënë re dhe mund të bësh meme, po jo meme për mirë. Normalisht, po jo, është shumë saktë, domethënë, edhe unë e kam vënë re, domethënë tani thjesht e kam kaluar në cappuccino, domethënë, edhe po do mundohem ta kaloj kështu në flat white, që të jetë më shumë qumësh se sa kafe. Edhe mendoj se gradualisht mund ta arri edhe stadin, domethënë kur të ndryshoj edhe çik mënyra e jetesës, sepse ajo gjëja që për shembull unë kam shumë qejf kur shikoj ato storyt e tua në palestër, edhe jam shumë xheloz, po edhe më jep goxha kështu një pak zjarr brenda, domethënë që dua ta bëj dhe unë, pse se bëj unë vëllai, kupton pse mos ta bëj dhe unë? Por që ideja, ndryshimi vetëm është që unë zgjohem në 5 edhe në 7 jam në kantier. Kështu që jo, të kuptoj më së miri. Unë u bëra 2 vjet e shkëputur nga stërvitja, sepse rutina ime ndryshoi. Kur isha në punë 8 me 5 as që bëhej fjalë të stërvitesha në orar paraditeje si tani, se realisht pas ka shije tjetër, domethënë unë jam stërvitur, kam bërë vite të tëra stërvitje 7-8 vjet, po stërvitesha mbas dite. Domethënë zija gjithë kohën e mbas dites, edhe nuk bëja gjëra të tjera, domethënë isha kohën për shembull nga socializimi, nga puna. Po që ka shumë qejf ta bësh paradite dhe si freelancer jam duke shijuar pafund. Po mendoj sepse aty ja shikon edhe benefitet më të mëdha se ajo, domethënë boosti i energjisë që t'jep stërvitja, domethënë e kalon çdo lloj kafe, sepse je shumë i freskët. Unë kam bërë disa kohë, domethënë kur isha student që e kisha mundësinë vërtet. Por pastaj domethënë edhe duke më qenë se edhe që kur fillova podcastin të detyronë me pjesën për space, ato space ato vetë deri 1 natës për shembull, e këndon është një çik shumë sforcuese. Tani është puna mirë sepse ti shpenzon më shumë energji dhe të mban zgjuar, edhe unë kam provuar më vonë se ora 8. Ndihesha mirë që e bëje, por nuk ndjej mirë trupi sepse ndizej, le të themi, ndizet literalisht, ngrihet temperatura sa të balancoj veten, kështu që përpiqur që por normalisht sado, për shembull edhe unë që mund të hyj te kategoria e ime, prap kam goxha material për të djegur, domethënë që të vemi tek ajo gjëja që duam, ose ashtu siç duam ta shohim veten. Edhe normalisht po ndez trupi aq vonë, domethënë zjat, derisa të biesh prap, domethënë ti je gati për gjumë, zjat goxha kohë edhe nuk është shumë e mirë nëse do një cikël pastaj, nëse ti nuk fle gjumë, nuk ke rezultate në palestër. Edhe ti bën më fort palestër dhe lodhesh më shumë dhe kalon pastaj në të kundërtën. Domethënë më ka ndodhur të gjitha këto proceset, prandaj i them, edhe prandaj i ndaj në faqen time, se më pyesin ndonjëherë që po ç'lidhje ka marketingu me këto që shpërndan ti, me pjesë nga jeta, me stërvitjen. Ka shumë lidhje se një person që nuk arrin dot të kujdeset për veten, sa do kujdeset për punën apo për çdo gjë tjetër. Mendoj që kjo është vlerë e shtuar për këdo, dhe pse jo mos i motivoj njerëzit. Mua më pëlqen më shumë fakti, domethënë që ta them drejt, më pëlqen pa arsye fare se për çfarë bën ti, domethënë më pëlqen fakti, domethënë që ti e ke vendosur që duhet të bësh palestër, sepse e ndjen veten që kjo është diçka që unë dua të bëj, edhe pse nuk je personal trainer, domethënë që s'do ishte kohë të plot. Prap e shpërndan edhe as nuk të bezdis, madje e shikon si gjë pozitive dhe ma hamendja sidomos për personat që vuajnë vërtet, se ne fatmirësisht tani nuk e dim si ta them, po që nuk jemi në atë kategori, por për persona që janë për shembull vërtet me probleme me shëndetit, si anoreksike edhe si me shupër mbi peshë, domethënë kjo gjë i ndihmon, se shikoj që shifte se edhe ky personi domethënë që duket që i ka gjërat në vijë ose po bën diçka që do vetë dhe i ka krijuar disa gjëra, domethënë edhe ky personi po e bën këtë gjë, kështu që mund ta bëj edhe unë, edhe kjo është shumë pozitive. Po. Ky është qëllimi. Qëllimi është që unë të jem sa më reale, dhe komplimenti më i bukur që mora së fundmi ishte je po e njëjta kur u takuam, je po e njëjta si në rrjetet sociale dhe kur takohemi. Dhe tani sigurisht që unë kam gjëra të mia personale që nuk i ndaj në faqe, sepse ka familjarë të cilët nuk duan të shfaqen dhe unë duhet të respektoj privatësinë e tyre. Por le të themi bazat dhe ato që besimet e mia edhe parimet e mia, unë preferoj që të shpërndaj, dhe ky ishte
mendoj gjithë suksesi i faqes time që në fillimet mua mu afruan dhe u bashkuan me mua njerëz të cilët ose i pëlqen të mënyra si funksionoja unë, ose i pëlqen të bëhen se ashtu siç funksionoj unë, pra ka diçka që i frymëzon tek unë. Dhe kjo edhe duen shumë njerëz kur të ndaj tjerë. me të tjerët, mua më mbushet kupa ime le të themi. Kur ndaj me të tjerët, unë në një farë mënyrë motivoj veten. Ja mund të bëj një shaka, fillova palestrën, po 3 javë të para isha super korrekte. Pastaj më dolën shumë punë, atë javë nuk e llogarita dot dhe 2 ditë nuk shkova. Edhe po i thoja vetes time, tani edhe e ke postuar që ke filluar palestrën, kështu që duhet të shkosh. Duhet të shkosh çdo ditë. Pra në një farë mënyrë edhe mua më motivon që të qëndroj atyre gjërave që them. Ajo është e bukur, domethënë, sepse gjithmonë i vendos vetes, domethënë një lloj fake detyrimi, qëllimi. Prindi ose gjëri që duhet japësh llogari, domethënë, edhe mendoj se kjo është jashtëzakonisht shumë e shëndetshme. Është vërtet. Ne nuk na kanë mësuar që ne duhet të ishim prindi vetes me këto terma. Jemi rritur me idenë që duhet të na rrinte dikush që ka në kokë dhe kur unë fillova jetën si një vajzë e pavarur në shtëpinë time, aty kuptova thash, ok, tani duhet të jem një grown up me fëmijën tim të brendshëm. Ti unë edhe shumica e njerëzve, domethënë, ato momentet ato kur duke i shpia katastrofë në fillim, domethënë pavarësisht se ne kemi mësuar edhe si dijem të bënim punë të cilat tira në fillim, ishte domethënë që vaj nuk doje të gjeje ku i kishte lënë një kështu një bluzë apo një t-shirt, domethënë, edhe vaj halli, do të filloje domethënë në gjuhën e popullit si gratë 2 orë para derisa të gjeje atë që do vishje. Po që avash domethënë, shiko, ndodhin disa evente ose ndodh që do të jesh me një date ose me një koncert, domethënë edhe bësh shumë vonë edhe humbet diçka dhe ajo është gjëja më e mirë që mund të ndodhi, si e kupton që dem, plako e humba këtë vetëm se kam gjërat e mia në rregull. Prandaj Jordan Peterson edhe ai generali i ushtrisë ka thënë rregullo krevatin mëngjes, pastaj mbyll punët e tua. Shumë e vërtet. Shiko, mund mos jetë se ata e marrin si metaforë krevatin, mund mos jetë krevati. Mund të jenë disa qëllime që t'ia vendos vetes. Dhe mua më është bërë vërtet palestra e tillë. Më është bërë palestra sepse them, nëse bëra këtë, unë tani mund të bëj çdo gjë në ditë, se hormonet e lumturisë, të qenurit mirë me veten të prodhohen edhe me stërvitjen, po përveç kësaj është dhe faktori mendor në të cilin edhe psikologjik, në të cilin unë them që tani I can conquer everything. Pra, bëj atë, aq më tepër që unë stërvitem që të arrij të përballoj gjithë nivelin e punës që dua të kem dhe kam. Po ajo është ideja, domethënë, që bën këto taskët, domethënë që janë, shiko, të bësh palestër është e vështira, është të çosh veten deri te palestra. Pastaj ajo prapë është e vështirë, se është gjithë ajo lodhje fizike etj, domethënë, po është mëndërisht më e lehtë. Edhe ideja e krevatit ajo është, domethënë, që bëj diçka që është e thjeshtë që ti jetë i suksesshëm ta përmbyllësh, edhe me këtë dëshirën e mirë, domethënë, ke atë shpërblimin emocional që thotë që unë e bëra këtë, po mund të bëj diçka tjetër edhe del ditës në krye me këtë punë, domethënë. Po si mësuar me këto, se ishim mësuar gjithë kohën, na thoshte mami që i çorapet nga aty, bëj atë atje, vër atë atje, bëj këtë kështu, e kupton, edhe kur si ke njëri që të thotë ato fillimi është shumë i keq. Gjithashtu më desh që të shërohesh, le të themi, nga mënyra si jemi rritur, sigurisht që prindrit tan janë heronj, se po t'i krahasosh me prindrit e vendeve të tjera, sigurisht që kanë kaluar shumë sfida, por prapë mënyra e rritjes nga ata ka qenë pak, le të themi, jo për të rritur një individ të ndërgjegjshëm, po me urdhra, boje se duhet pa logjik, e kupton, dhe ne nuk e kuptonim realisht sepse duhet ta bënim, ose më saktë. Në shkollë unë s'kisha prirje për një lëndë dhe ja thoja familjes time që nuk ndihem mirë, nuk është e hyni në thellësi që dale kjo vajza jon mos ndoshta nuk është e prirur për këto degët edhe ne duhet ta orientojmë pak në këtë tjetrën, po ishte mëso dhe mbaj mend ti mat është ish ushtarak, vinte dhe i thoshte vet zyshës time të gjimnazit, i thoshte vet që nëse vajza ime nuk vjen një ditë me detyra, ke të drejtë të bësh çfarë të duash, dhe unë shikoja kështu dhe thoja what the fuck is Ndërkohë isha një plako do t'jesh danë tjetër. Ndërkohë isha një super rebele. Por më desh shumë kohë që të mësohesha me këtë faktin që duhet të çmësoja çfarë dija edhe të mësoja nga e para. Se duken kështu si shaka, por realisht të ndikon, domethënë është një ndryshim shumë i madh. Unë nuk e di si e ke përjetuar ti, se ti ke ikur jashtë dhe ndryshon çdo gjë. Po edhe për mua vetëm fakti që dola nga shtëpia dhe duhet të merresha me gjithçka ishte një si etap tjetër e jetës. Ka qenë normalisht edhe për mua, ka qenë
përveç se vështirë, por më shumë ka qenë e çuditshme, domethënë, se ndryshe nga të gjithë ata të tjerët që kemi ardhur, domethënë, unë kam pasur atë nickname-in në familje gjermane, mase isha njëri i ftohtë, nuk isha shumë qef të përzihesha kur isha fëmijë, domethënë, edhe ajo u përkthye edhe kur erdha këtu, sepse unë nuk ndjeja asnjë lloj ndjenje të keqe, domethënë në fillim të gjithë ishin kështu overwhelmed, që po çfarë do bëjmë, domethënë që unë isha që Nuk kanë zhvilluar për herë të parë në stacionin qendror Berlinit dhe është well, këto kemi, çfarë do bëjmë? E kupton, ishte racional çdo gjë, por kur kaluan ato 3-4 muaj, pastaj muaj 5, muaj 6, aty filloi të kuptova që shife plako duhet të bëjmë një pakt me veten time që të bëjmë çik nagging, kupton, të bezdisim çik veten që të arrim të bëjmë disa gjëra, sepse unë kisha jashtëzakonisht të pamundur, domethënë dhe përbrendësisht edhe një natë më vinte, edhe për të përtuar për toja, veten e shaja, domethënë, edhe pastaj fillova kështu edhe me kontrata në letra, për shembull, si për prodhime, si për gjëra, do bëjmë këtë. Deri në këtë ditë do bëjmë këtë, edhe nëse kjo ti arrin të bësh këtë gjë deri në këtë datën e caktuar, atëherë do t'i lejosh vetes të blesh një palë atleta, se unë jam një çik femëror, kështu i ka vdes për kputucët. Edhe shumë gjëra të tjera, për shembull ato budalliqe ose ku bëja muhabet me veten time para pasyrës, kur laja dhëm, domethënë në mëngjes që do bëjmë këtë sot, mos ri shumë telefon se kemi gjëra të tjera, domethënë, edhe me kalimin e kohës pastaj kur këto u ngurcuan në trurin tim, tani s'ka nevojë fare, për shembull se gjithë kohës në mënyrë pasive më mendon truri çdo lloj gjëje, çdo lloj tasku, domethënë. Ka filluar edhe unë që nga era e fundit që kemi folur bashkë, domethënë bëj edhe për punën, edhe për podcastin një to-do list gjithë kohës, çdo ditë. Çdo që ka bërë dot me fitore. Dhe më pëlqen shumë ky ndryshimi. Të doli, faleminderit. Shumë faleminderit. Ja, e shikon, edhe ky është një kompliment jashtëzakonisht shumë i mirë për shkak sepse e kam pasur, është një nga gjërat më të vështira që mund të kem bërë në jetën time. Pa frikë fare. Është një nga gjërat më të vështira që ta ulja bythën me nder muhabetit që thot populli, domethënë, edhe të shkruaja ollaj, ke këto gjëra për të bërë. Do i mbarosh në këtë ditë. Lëre takimin me ato gocat. Lëre takimin me aktivitetin që do bësh. Vendosni një orar të saktë. Jo, do bëjmë nesër, do bëjmë pas nesër. Vëri ata tjetrin atje. Lije një hapësirë bosh. Tani ka filluar dhe patenta, për shkak që jam duke bërë patentën edhe çdo gjë që fillon në orën 6 të mëngjesit edhe mbaron në orën 8 të darkës, çdo gjë domethënë, edhe por rrëfehem domethënë që nuk jam dhënë asnjëherë më mirë. E shikon. Pavarësisht ngarkesës, domethënë, kështu që ti, arsyeja sepse është mirë të punojmë ne me veten, është sepse ne fillojmë të ndihemi fajtor kur i vendosim qëllime vetes dhe nuk i realizojmë, dhe ky mund të jetë vibrimi më i ulët i njeriu, të ndihet fajtor. Guilty, dhe ne jemi rritur me këtë ndjesinë e guilty, e kemi shumë normale, e kupton, po duhet të çmësohemi, sepse faji na bën të mos esim përpara, faji na bën të mos ndërmarrim hapa, domethënë faji na sëmur literalisht. Kush ka dëgjuar Joe Dispenzën apo se të gjithë po e thonë sot, nuk përse po e shpikun, literalisht na sëmur, ndjesitë dhe emocionet tona na sëmurin. Dhe ku ka më mirë se ti të vendosësh një task, të vendosësh sa detyra dhe pastaj ta shpërblesh veten tënde. Sa hormoni mirë gjenerohet, sa mirë ndihesh, domethënë unë i quaj gjatë ditës i ndaj tasket në hapa të vogla, i copëzoj. Nëse është një gjë shumë e vështirë për të bërë, filloj marr një nga një, për shkak duhet të përgatis këto element, duhet të mbledh data, duhet të mbledh këto dhëna, duhet të bëj research-in, dhe në fund pastaj do ulem, po ama kur i kam mbledhur të gjitha, më lehtësohet shumë, xha e kam bërë punën. Edhe mua më desh një farë kohë. Un kam, nuk e di si quhet, sindroma që duhet të kesh çdo gjë në rregull, duhet të kesh çdo gjë vendin e vet. Domethënë edhe kjo përkthehet. Jemi raca e tillë, jemi rritur. Edhe kjo përkthehet në rutinën e punës, domethënë 100%, edhe un kam një bezdit diçka, që atë mailin post, domethënë e dua ta kem bosh. E dua ta kem bosh, gjithë kohës duhet të kem përpunuar të çdo email, domethënë, edhe kur u shtua intensiteti i punës, ose gjatë gjithë kohës e bëja në mëngjes të punë, domethënë në mëngjes bëja atë xhiron e parë, shikoja ku ishte çdo gjë, kthehesha deri në orën 9, domethënë nga ora në 7 vija, deri në 8 kisha mbledhur këto variablat që përmendet ti, domethënë, po thjesht në fushën time. Nga ora 8 deri në 9 kisha mbaruar gjitha këto. Shtua intensiteti i punës, më ka qelluar disa herë ditë, domethënë që e kam pasur edhe kur e kam lënë punën, e kam pasur diku të 3-4 email aty, edhe nuk e di, më bëj kështu sigur në veshka, nuk e duroja dot. Edhe gjëja e parë që bëra sot, domethënë i
vazhdova ato që I kisha lëmë për gjysmë edhe e zbraza kompleta të mailboxin se ai është shumë I shpifur kur ke email aty. Edhe unë I dëroj të tjera. Po të shikosh mailboxin tim do të shmendesha. Dhe unë kam qenë si ti, kam qenë nga ato që nëse kisha një nga ato notifications në çdo program duhet ta hiqja. Të betohem më prova. Rëndësi ka që unë emailet të cilat janë emaile pune të rëndësishme I kam të arkivuara, të gjitha të sejvuara, se tani në çast po na vini email. Tani jemi të subscribe kudo dhe nuk e di mbushet plot për të kuptoj. Edhe dua të dal te perfeksionizmi se besoj ka shumë nga miq që do na dëgjojnë që tentojnë që të jenë perfekt përpara se të bëjnë diçka. Qoftë punë gjatë ditës, qoftë për të nisur një gjë të re, perfeksionizmi të vret. Perfeksionizmi është mënyrë e fshehur e të mos e të pasurit frikë. Se mos ja del. Ose se mos ja del, ose se mos dështon. E kupton frikë nga çdo gjë, se frika përkthehet në shumë mënyra tek shumë njerëz. Prandaj ideja është që realisht le të bëhemi pak më të thjeshtë. Nuk kemi pse të jemi kaq perfekt që në fillim. Në këto gjëra që na vini email kështu për shembull unë marr kohë, një herë në javë ose një herë në 2 javë, varet kur e gjej kohën, futemi gjysmë ore edhe çdo lloj gjëje që janë këto marketing, domethënë që nuk e di nëse është në Shqipëri një taj gjë, po ligji I Gjermani detyron kur të vinë emailet e marketingut, domethënë po ke një unsubscribe feature. Po. Edhe religiously domethënë sa herë që kështu, po un kam edhe një që tjetër që nuk ka asnjëri që zihem jashtëzakonisht shumë me partneren time dhe me miqtë e mi, domethënë që në telefonin tim për momentin mund të jenë 30 foto. Nuk ka njëri 30 foto në telefon, po gjithsej, komplet të gjitha. Sepse çfarë bëj unë domethënë në momentin që jam në trend, filloj domethënë që I fshi shumicën, ato që dua të mbaj kujtime I bëj upload në Google Drive me datën kur është bërë backupi. Edhe çdo gjë tjetër e fshi. Domethënë, më duket çik gjë si pak psikopate, po kjo mua më jep shumë. Do sa gjëra këtej nga agjencia ime. Everything has a price. Yeah. Po që jo, vërtet këtë gjë e kam, domethënë, edhe na është nguritur që fëmijë nga Edhe me në shkosë, më të dhëmë gjithë fajin në Shqipërisë dhe familjarëve dhe mënyrë se si jemi rritur se është dhe me individ. Ka dhe njerëz kudo që janë të fiksuar me, le të themi, rregullin, me të qenurit korrekt, nuk është e thënë. Jo, thjesht të gjejmë një balancë të mesme. Është shumë mirë kjo që bën ti, është great, ti që nge shumë I organizuar, ti pas ke bërë shumë ndryshime. Po, është jam shumë krenar me veten, edhe pavarësisht se nuk e them. Tek telefonata jam shumë krenare për ty, edhe ne të gjithë që do të dëgjojmë. Shumë faleminderit. Tani na tregojnë çik për veten tonë, çka ka ndodhur që herën e fundit, domethënë ai projekt, si kanë ecur gjërat, çka kemi në gjë të re. Tani kjo ishte një verë goxha e ngarkuar, edhe si të gjithë sipërmarrësit do unë kaloj sfidat e mia, so mund të flas për këto, pavarësisht se nuk preferoj të mos flas shumë. Gjithsesi kaloj sfidat e mia. Ka qenë një verë me punë të reja, me sfida që përmenda ishte me pjesën e bashkëpunëtorëve, që jo gjithmonë përputhen gjërat, por vjen një moment që ti I zgjidh. Kam ca projekte në kokë që nuk I kam finalizuar, për të cilat nuk flas dot. Nuk flas dot e normalisht. Por që sigurisht që kam projekte dhe nuk e di, këto sot për shembull po komunikoja me një mik të me cilin jam I njohur madje në rrjetet sociale, edhe po më thoshte Egla ke super zë radiofonik, I thash podcast. Jam shumë mirë, do jem në darkë në podcast. Ose radio, do marr një program në radio në podcasting se nuk ka një gjë që më pëlqen mua, është më jep një mikrofon dhe të flas. Perfekte. Edhe kështu, nuk është se kam ndonjë ndryshim të madh, nuk pushova dot shumë, pak ditë, edhe në ato pak ditë më shumë punova. Po iku shumë shpejt, domethënë një njerëz që punon kaq shumë nuk e kupton fare, nuk tamam ishte kështu janar, shkurt, mars prill që shor korrik. O, zoti madh, ashtu ka qenë dhe unë. Unë nuk pushova fare këtë verë, domethënë, edhe mendoja se do e kisha të vështirë, po që erdhi gushti dhe unë jam me gjata se po mbjesha ku vajti vllai. E kupton, është megjithëse shiko, edhe gushti gjerman identifikohet si tetor, kështu që e kemi këtë gjën. E kemi këtë gjën. Po bukur fort, shiko, e di sa do të bisedonim për ca gjëra bashkë.
Është diçka që ka nxjerr le të themi një video që unë kam shkurtuar nga episodi i parë, që të gjithë juve që po e dëgjoni këtë episodin tani duhet të shkoni edhe të dëgjoni episodin e parë me Ekin, nëse nuk e keni dëgjuar. Edhe të bëni rekuperimin e gjithë informacioneve të humbur. Kur kam prerë një video të shkurtër, domethënë kur flasim për mënyrën e reklamimit vetes, e ke parasysh që mesazhi ishte tejet pozitiv që duhet të përveç se duhet të jesh nerd apo se ti jesh ekspert në fushën tënde, duhet edhe ta shesësh produktin që ti ofron. Qoftë kjo koha jote, qoftë çfarë lloj gjëje të jetë. Komentet, domethënë për TikTok era në për Instagram, o po, u bët juve. Prandaj nuk bëhet Shqipëria, se ja dalin si puna juaj, ata që janë ekselent arrin pa punë. E po çfarë di ti, ku e di ti? Që ajo kolegja asaj s'ka gjetur punë. Plako, po ti ku e di? Se ajo ka kolege, po ti ku e di? Vetëm ato pastaj normalisht nuk kam kohë që të rri të merrem me këtë pjesë. Edhe atyre ju shtopi nati, dëgjoj këtu. Një marketere shumë e famshme, tregonte metodat se si, se tregojmë një metodë me qenë se. Prandaj duhet ta ndjekin këtë podcastin. Thoshte një nga mënyrat se si unë urrita që në fillimet e mia ishte sepse paguaje njerëz që të më bënin komente negative. Sepse pritet të shpjegoj se ishte fantastike dhe më bëri shumë përshtypje se unë përgjithsisht mërzitesha shumë kur merrja komente negative se thoja, "Ore si ka mundsi, unë vetëm i jap falas, unë vetëm i ndihmoj, këto bëj komente negative mua, po unë çfarë po bëj për të kënaqur?" Dhe tha, i paguajta sepse kur unë paguaj 2-3 që të bëjnë komente negative, ata të tjerë të cilët kanë ndërmend që të komentojnë negativisht, shohin ata dhe marrin zemër dhe thonë nuk do më gjykojnë vetëm mua. Kështu që faleminderit atij të parit që na komentoi, edhe të tjerëve në vazhdim. Po unë nuk e kam ndarë mendjen, në sensin që njerëzit gjithmonë do flasin, njerëzit gjithmonë kanë folur dhe unë jam përpjekur, jam bërë cop që të jem perfekte. Isha vajza e madhe në një shtëpi në të cilën kisha shumë kërkesa, e kam përjetuar këtë gjë që në fëmijërinë time dhe me rritjen, kuptova që njerëzit kurrë nuk do kënaqen. Njerëzit që nuk kanë çfarë të bëjnë, do më tregojnë me gisht mua, ata që janë te kafja dhe janë duke scrolluar kot fare, ata do më komentojnë. Mund të ishte videot e tua. Do komentojnë tek unë dhe do përbaltin, le të themi, ato që unë bëj apo ato që ti bën. Kështu që po ua them edhe një herë, ju shtopti nati. Jo, për mua ishte perl sepse shiko, unë kam edhe filozofinë edhe psikologjinë njerëzore, e kam jashtëzakonisht shumë për zemër, edhe mua më bën thjesht përshtypje sepse unë kam qenë para 3-4 vitesh, domethënë që për tema të tilla, se për tema të tilla, domethënë asnjëherë nuk do mundosha të komentoja diçka që do ishte pozitive, por kur ishin diçka që ishin në besimin tim, qoftë politik, qoftë njerëzor, domethënë atëre komentoja me mendimin tim. Kur kanë vënë re diçka, domethënë që edhe e them edhe nuk më vjen keq fare, edhe nuk i heq dorezat e kjo pjesë që mua më vjen shumë keq për shumë nga këta njerëz, të them të drejtën, sepse e kuptoj që jeta e tyre nuk është aq fani, nuk ka aq aktivitet mjaftueshëm që ata të zënë kohën e tyre, sepse për mua kërkon një lloj të veçantë njeriu, domethënë që merr kohë nga jeta e vet. Po jo një, po me komente me radhë, mund të bëj ka një rit, domethënë ka një rit që thotë që vënë dyshima të punën e Pellazgët, domethënë ka njerëz që kanë bërë minimumi një 50 komente atje. Kupton, tani ti je një dikush që po merr kohë nga jeta jote, nga një video shumë e shkurtër në TikTok, e një bisedë 1 orë e gjysmë apo 2 orë sa është ajo, domethënë. E ti vendos të japësh çdo lloj gjëje që ti ke aty brenda, domethënë çdo lloj vreri, çdo lloj bullizimi, çdo lloj sa bësh jetën të ndihet keq, domethënë kurse unë jam tek puna ime duke bërë atë pauzën time të cigares ose të kafes, edhe thjesht po të lexoj ty dhe atë trishtimin tënd të përditshëm, e kupton? Është e bukur, është çik perverse nga ana ime se nuk duhet ta shijoj kaq shumë sa e shijoj. Por që nuk e shijoj deri në këtë nivel. Po që shiko, vërtet nuk e kuptoj. Unë kam qenë vetë një njeri le të themi thjesht, i panjohur fare në rrjetet sociale dhe nuk kam komentuar kurrë, jo për se si do dukesh tek të tjerët. Po çfarë i duhet komenti im atij personit? A do ta ndryshoj unë? Domethënë një gjë që nuk më pëlqen, unë e hiqja, nuk unfollow. Thjesht unfollow. Po duam të dukemi çik të zgjuar, po duam që të japim çik mend tona. Po është ajo që thua ti që nuk e ka të mbushur ditën dhe e fundit që mendoj unë është sepse duan të bëjnë të tjerët me faj. Duan që të na bëjnë ne me faj. Ju.
Nuk është shkolla, nuk është sistemi arsimor. Jo ne, juve jeni. Ne jemi të mirët, ju jeni të këqinj, domethënë. Unë jam i miri. Unë jam ai heroi me shpatën e argjend që po luftoj kundër juve demonëve që vini nga fundi i ferit. Është jashtëzakonisht shumë patetike. Unë komentoj domethënë ka probleme sistemi shkollor, universitar. Ka probleme, nuk di, në çdo lloj drejtimi më tani se nuk jemi perfekte. Di me që çdo ditë unë dal në mëngjes dhe kam 101 probleme. Po nuk fokusohem që të komentoj negativisht në portalet e politikanëve. Nëse kam mundësi, jap kontributin tim real. Real, edhe ka njerëz, do të përmendim edhe këta, domethënë, ka njerëz që mendoj që kur bëjnë një koment, unë i dashuroj këta vërtet. Bëjnë komente të tipit domethënë që unë nuk mendoj kështu sepse 1 2 3 këtë unë vdes për këtë lloj, sepse ky individ është kaq shumë produktiv, domethënë sa nxjerr një farë debati, as nuk shan, as nuk thotë jeni legena, as nuk thotë kështu, domethënë për shkak që mendimi im është ky, le ta diskutojmë. Unë këto i kam shumë për zemër dhe i inkurajoj çdo lloj individi domethënë që të bëjnë nga këto lloj komente, po kur fillon domethënë ju jeni plera u bëre, kush je ti, u bëre ti, po i ka çana dela fletun TikTok i kanë deri bën ne, e kupton ti? O plak po pse ti TikTok-u im domethënë, e kupton? Kjo është enigmë. Po mirë, më çfarë duan njerëzit? Se shiko, kushdo që del kanë nga një koment negativ. Çfarë duan njerëzit? Kë duan përpara? Kë duan të shfaqet dhe të thotë gjëra? Nga kush duan të dëgjojnë? Se me thënë të drejtën, ne shikojmë në rrjetet sociale për shembull, dhe jo vetëm, ne shikojmë që ndiqen disa personazhe që I'm sorry, por nuk kanë asnjë vlerë për të shpërndarë përveç unë u jap meritën për pikat e dobta që i gjejnë këtij populli dhe bëhen të famshëm. Kaq bëjnë ata. Dhe ata i ndjekin. Domethënë ti kohën tënde harxhon ta dëgjosh këtë personin, ndërkohë unë kam bërë një research para se të dal të flas. Domethënë nuk është të dal flas kot by default, edhe okay, ky podcast është ndoshta çik më chill, më relaksuar, dhe tema është më relaksuar, po sido që ti je i përgatiteshur para se të dalësh. Po ndoshta nuk e kanë prekur. Po si prekën njerëzit, po s'patën eksperiencat e tyre, nuk kanë për t'i kuptuar ndonjëherë. Jo, po tash ne kishim që po mbanim në gojë tani për momentin ishte se nuk është ideja fare se çfarë thua ti apo çfarë them unë, kupton? Ne nuk luajmë asnjë farë lloj roli aty. Ata thjesht është një plugin, domethënë thjesht gjejnë atë dozën e mundshme kur të shfryjnë mlefin e tyre të përditshëm. Dhe është okay, më. Shiko, nëse unë një 40 vjeçari, nëse unë e ndihmoj një 40 vjeçar të nxjerrë mlefin në TikTok se sa të rrai gruan, domethënë, unë jam krenar për punën time. Jo, vërtet shiko, fjalët mbartin energji dhe njerëzit duhet të jenë shumë të kujdesshëm çfarë nxjerrin nga dhe çfarë artikulojnë. Po kur të bëhen të ndërgjegjshëm këta njerëz, domethënë bota do ishte shumë më ndryshe, do ishim një kolektiv. Nuk e di a ke parë filmin La Belle Verde, ta sugjeroj ta shikosh. Domethënë është fantastik, ashtu do jetë bota kur ne të gjithë të sillemi me njëri tjetrin siç duhet. Deri atëherë, sugjerimi im për të gjithë njerëzit është eksploroni jetën, edhe shikoni se ka ngjyra të ndryshme. E mos u trembni vetëm nga fakti që për një moment ndjeni keq se do kalojë ai momenti, do jeni më mirë momentin tjetër. Është çdo gjë jo e përjetshme. Për fat të mirë dhe për fat të keq. Domethënë edhe ti varet si e shef gotën gjysmë plot apo gjysmë bosh, kështu që relaksohuni se jeni gjithkohon me duar të shtrënguara këtu sikur do e zgjidhni ju me mendjen tuaj dhe me grushtat tuaj. Jo, po ta lëshosh mendjen, atëherë do shikoni që do ju vi zgjidhja. Më besoni mua. Dhe jo vetëm. Një gjë që ka marr goxha shumicën e feedbackut te kjo prerje tjetër e ka marrë të mirë, domethënë, ka pasur edhe pak negativ, ishte pesa kur ti e përmend në mënyrë 100% saktë, paktën sipas bot kuptimit tim që duhet të mësohemi me dështimin edhe duhet ta përqafojmë në mënyrë që të kemi mundësinë ta analizojmë, domethënë, për ato që vinë më vonë. Shumë njerëz e kuptonin këtë gjë, domethënë, po kishte nga ata domethënë që po ju loserat kështu mendonin, domethënë që do dështosh gjë të bukur. Po, unë kur kuptova këtë që unë mund ta pranoj që jam loser në një situatë, unë aty e superova veten time. Do ta kuptosh kur ta bësh këtë gjë, domethënë djali ose vajza që ka komentuar. Atëherë do ta kuptosh këtë gjë, domethënë fjala loser, është fjalë. Dhe dështimi, se hajde të japim një konotacion dështimit, një shpjegim fjalës dështim. Çfarë quhen dështim njerëzit?
Unë nuk vdiqa se më dështoj për shumë një projekt. Nuk mbaron Egla këtu, nuk mbaron misioni i Eglës, nuk mbaron misioni jot. Pra çfarë është dështim në të vërtetë? I kemi vënë një emër, një gjëje që nuk funksionon në këtë mënyrë në këtë moment të caktuar, do funksionojë në një moment tjetër, ndoshta s'është koha akoma, ndoshta kushtet nuk janë të duhura, ndoshta jo njerëzit e duhur. Ndoshta ti si je gati për të ndodhur ajo gjëja. Siç mua nuk më ndodhin ato që dëshiroja, unë mendoja veten time u rrita me iden. Ta kam shpjeguar tek podcasti i parë çfarë shkollash kam mbaruar dhe u rrita me idenë që unë në farmaceutik do arrija nivelet maksimale të rritjes time që ishin nivelet country manager, domethënë atë kisha dëshirën time. Rrugës e kuptova që ajo gjëja nuk me sa duket nuk është se më bënte mjaftueshëm të lumtur. Sigurisht që është e bukur, e kam shijuar dhe e kisha rrugtimin tim drejt asaj. Po iknin shumë vite dhe me ato hapa, dhe shikoja këtej që njerëzit po ecnin me vrap, biznese, zhvillime, startups. Domethënë këtej gumozhinte dhe unë që ecja kështu me. Nga një punë, sa merja veten tek një punë, më ishin nga puna, duhet filloja prapa avash derisa të kapja ritmin, thashë vetë Egla po shkon 30 e kusur vjeç. Edhe nuk e më kohë që të eksperimentosh gjëra të një sistemi të cilin se ke krijuar ti, krijo sistemin tënd. Prandaj, domethënë, let me have this, prandaj unë jam, domethënë, kohët e fundit shumë vonë jam filluar duke marrë feedback edhe pozitive, prandaj jam shumë krenar për këtë gjë që po bëj. Pavarësisht shifrave, pavarësisht çdo lloj gjëje. Shiko, unë kam e para fare në formatin që bëj unë në podcasti pa diskutuar shumë me një mirë shqiptar. Edhe deri para ca kohësh më vinte shumë turp, por tani s'më vjen më turp sepse e para fare e pa diskutuar. Po që ta thoja, e kupton, po që e para fare nga gjitha që kanë njerëz që debatojnë, unë kam by a fucking landslide të ftuarit më interesante dhe me horizonte shumë të gjera. E para nuk diskutohet fare. Një big up për ty që bën 10. Edhe e di si lidhen gjërat me njëra tjetrën sepse duke diskutuar këto që po thoshin në për pjesën e failure etj. Bashkohet me idenë time, domethënë që njerëzit janë të martuar me idetë e tyre dhe kur diçka i funksionon duket sikur vdesin vetë, domethënë, edhe bashkohet me diçka që ka thënë një ftuar im tjetër që është Uliadi. Uliadi ka thënë domethënë që përshëndesim Uliadin. Uliadin e kam ndjekur kur vjen në Tiranë që bën komeditë e tij, jam fanse Uliadit. E shikon Uliad. Yes, prandaj do të jesh pranë njerëzve. Sepse unë isha ajo që e ngasmoja nëpër batuta kur ishte. Do të mbajmë me siguri. Uliadi ka thënë domethënë ndër të tjera, domethënë që ne si shqiptar, po më shumë edhe brezi i prindërve tan, ka këtë hunger mentality, domethënë që çdo gjë duhet të jetë që të sill lek apo jo. Bën lek. Kaq, asnjë gjë tjetër. Edhe e ka thënë tek episodi 72, domethënë që e kupton, është shumë pak njerëz që bëjnë pyetjen që ata plotëson ty kjo gjë. E kam ndjekur. A të bën ty të ndihesh mirë etj. Edhe këto unë po mendoja pardje të dielën apo dje të dielën po mendoja për këtë gjë, domethënë kur po bënim ca video të shkurtra të tjera që po thosha që damn plak, kupton, shikoj janë gjëra që janë nga 3 njerëz të ndryshëm që komplementojnë njëra tjetrën, formojnë atë puzzle-in e kësaj pikturës së madhe, domethënë që ne jemi të martuar me idetë sipas mendimit tim dhe vdesim kur na vdesin idetë. Për shkak se kemi frikë nga dështimi, siç e the ti, dhe nuk e përqafojmë dështimin, dhe të gjitha këto vijnë sepse ne e lidhim çdo gjë me hunger mentality që ka thënë Uliadi, domethënë. Edhe kjo kur unë realizova këtë, domethënë që këta njerëzit domethënë nuk kemi takuar asnjëherë në të njëjtin vend, në të njëjtën kohë të 3 veta, dhe mesazhet përputhin njëra tjetrën është amazing. Unë besoj që edhe ti e shijon po si unë. Unë kam njohur miq virtual me të cilët nuk jam ndier si me njerëzit me të cilët mund të kisha kaluar vite të tëra. Sepse ne na bën bashkë një njëjti qëllim, na bën bashkë një njëjti vizion, na bën bashkë një njëjti vibe. Nuk takohemi rastësisht. Unë jam pak natyri që mendoj se ne rrim rreth njëri tjetrit dhe bashkohemi dhe takohemi një ditë në kohën e caktuar, sepse kemi misione, secili prej nesh nuk është kaq e thjeshtë. Pra, përshtatet me atë që thot Uliadi, që më pyetën dhe mua kur fillova në fillimet e mia që po bën ndonjë lek me këtë gjë, mirë që po shfaqesh, mirë që po ke kaq shumë ndjekës, miq virtuali quaj unë, ndjekës thoshin, mirë që ke kaq shumë ndjekës, po apo bën ndonjë lek,
Dhe isha kaq e qetë sepse në atë kohë, prandaj them që çdo gjë duhet ndodhi në kohën e dur, se po të kishte ndodhur kur unë isha pakës më e vogël, unë do kisha hequr dorë nga gjithë këto komente dhe se unë nuk i quaj të forta sepse i kam përballuar, po kur të ndodhin në familje, në njerëz të afërt, ti fillon dhe mendon njëra me vete, po tani sikon se nuk po fitoj, domethënë çfarë të bëj me këtë gjë. Ndërkohë durim, nuk ka dhe nuk vinë dhe gjërat me një herë. Domethënë ka pas dhe gjëra në jetën time se dua të ndaj sa më shumë edhe dështime. Unë hapa një biznes online me veshje sportive, kam qenë dashuruar me sportin gjithmonë dhe doja diçka që të kishte të bënte me sportin dhe ishin këto me crop top, siç është ideja e Gymsharkut. E ke parasysh ato si më set e pa qepje, ishte shumë interesante, ishin shumë të bukura që i zgjidhja, por në atë kohë nuk kisha informacionin e mjaftueshëm, më humbi faqja, më morën kompetitorët, nuk e di, ndoshta thjesht për qef. Dhe më ngeli gjithë produkti i fundit që kisha prodhuar, që e kisha loguar, e kisha për brendimin, domethënë kisha shpenzuar pak për të. Më ngeli aty dhe në atë kohë sapo kishim dalë nga pandemia, ndrova punë dhe e ke parasysh e lash pas dore. Po nuk hoqa dorë nga online-i, nuk hoqa dorë nga çfarë do lloj gjëje tjetër se nuk funksionoi ajo dhe për më tepër nuk ndjeva turpun se do mendonin njerëzit që ja nisi egla dhe nuk funksionoi. Përkundra se sa kohë kishte, funksionoi. Në një moment të caktuar, iku dhe it's okay. Njerëzit duhet të mësohen të thonë it's okay, domethënë jemi mirë sidoqoftë. Jo të martohen me idenë, siç thot Uliadi, dhe është totalisht e vërtetë, është mënyra na është rrënjosur. Prandaj filmi Matrix më bën shumë sens sepse neve jemi gjatë gjithë kohës në një Matrix. Po të paktën, fut Matrixin tënd, bëhu pendulumi jot. Vadim Zeland, unë sugjeroj shumë për të dëgjuar. Vadim Zeland ka një teori fantastike që unë e kam dëgjuar rrugës kur shkoja për në Shkodër kur isha në punën e kaluar. Dëgjoja 2 orë podcast kur shkoja, 2 orë kur kthehesha, më fal, është libër, audiobook. Edhe unë dëgjoja Vadim Zelandin dhe ai thoshte bëhu pendulumi jot, jepte tregonte rëndësinë e të qenurit pendulumi jot. Dhe unë ato kohë karikohesha dhe faja me vete, unë do të ndërtoj një gjë time, unë kam zërin tim të fortë, unë mund t'ja dal vet, po duken shaka dhe njerëzit tallen me njerëzit që motivojnë. Po nuk ka asnjë gjë të keqe. Po. Ka sharlatan, kujdes nga sharlatanët, sigurohuni për informacionin, por nuk ka asnjë gjë të keqe që të shpërndahet informacion. Të paktën për mendimin tim. Nuk e di çfarë mendimi ke ti, po ne si popull kemi shumë nevojë që të marrim mentalitetet dhe mindsetet të tjera. Unë mahnitesha kur dëgjoja kur takoja jashtë në Shqipëri, nuk për atë rastiste, po kur takoja jashtë njerëz me atë mendësinë e tyre të qetë, nuk shumë ndryshe nga ne. Me gjithë to kushtëzimet që ne. Pavarësisht me të gjitha ato që i mungojnë atyre për shembull nga kultura jonë, janë këto gjëra që për sa i përket pjesës individualiste për individin vetë, domethënë janë shumë herë përpara se ne dhe këtë ne duhet ta pranojmë. Për këtë. Sa më përpara ta pranojmë. Po hedhim poshtë, ore se do na dëgjojnë prapë, do na bëjnë prapë këta. Ore njerëz, unë Shqipërinë e dashuroj se unë nuk ika nga Shqipëria. Domethënë nuk është se po them se ti je larguar dhe jeton diku tjetër dhe it's okay, bëj jetën tënde kudo që të jesh. Por nuk po shaj Shqipërinë dhe vlerat tona. Shqipëria ka super vlera, të cilat ne duhet i marrim edhe t'i rikthejmë sepse keni filluar i shtrëmbëroni të gjitha. E ke parë, nuk e di, e ke rastisur videon, isha me pushime me shoqet dhe motrat me Besën, edhe isha në jug, po ndjeva një lloj vibe-i, vendi jot, e ke parasysh ai perëndimi i bukur. Edhe u frymëzova dhe bëra një video shumë të bukur. Isha vetëm me telefonat, ditë s'kisha aparat që të bëja ndonjë cilësi shumë madhe, por që doli shumë e këndshme. Dhe flas aty vendos të tregoj historinë se para disa muajsh isha në mes dilemës që të largohesha nga Shqipëria apo të jetoja në Shqipëri. Dhe e filloi titullin doja të largohesha nga Shqipëria, nuk e mbaj mend eksaktësisht, por jo, dua të largohem nga Shqipëria, kështu mendoja derisa pika lexo përshkrimin. E ti se sa komente ka marr që shanin qeverin, rrugët, atë, këtë, dhe po të lexosh përshkrimin tim është i gjithë i fokusohuni te vetja, ajo që po flasni për individualizmin. Pra nuk e shohin në këtë këndvështrim, por prap, unë mendoj që edhe pse mua më komentojnë tani, në një moment të dytë do t'i kujtohet, se sido që të jetë, edhe mua më kanë ngelur në mendje gjëra për të cilat më përpara nuk isha gati që të dëgjoja. Sepse ti duhet të jesh gati, duhet të hapësh mendjen. Dhe të hapësh mendjen bëhet me shumë mënyra. Mbi të gjitha lexoni. Ju sugjeroj që të lexojnë.
Në një nga leksionet e Jordan Peterson, se unë kam kapur Jordan Peterson përpara librave, domethënë akoma kur bëte leksione dhe ishin për Reddit, domethënë edhe pastaj më vonë në YouTube etj dhe kur Jordan Peterson më thoshte atëherë që po nga 10 gjëra që nuk shkojnë me ty, 9 gjëra janë në dorën tënde, e ke fajin vetë, domethënë, thoshte që what the fuck are you talking about? Ç'në ti më plak? Më tregote mua, po unë s'kam lek, po qeveria jonë është kështu, po është ashtu, e kupton? Çdo lloj mënyre për ta justifikuar edhe kur e shikoj veten tash mbrapa, domethënë, e para fare më duket vetë shumë budalla atëherë, domethënë, po që prapë justifikoj se ai lloj bagazhi ishte atëherë që unë kisha, domethënë. Tash s'ishe gati në atë moment. Pikërisht, po që unë kam edhe një mendje në budallaj, domethënë që të dëgjoj diçka që derisa ta kuptoj, kështu që edhe këto gjëra që thoshte ky, edhe pse mua këto më bënin kështu outrageous, domethënë do e dëgjoja prap deri domethënë që ta kuptoja thelbin ku ishte dhe e kuptova që po plako. Shumicën e gjërave kam unë fare. E kupton? Sepse shumica e gjërave i krijoj unë, kupton, qoftë marrëdhënie personale, qoftë marrëdhënie në punë, unë i lejoj njerëzit të kërkojnë gjëra nga mua, unë i lejoj në punë që ti marrin gjërat e mia kështu for granted, domethënë unë i lejoj çdo lloj gjëje, domethënë unë i lejoj, sepse nëse unë do jem pak gjerman, në thonjza, që të themi që vajti kjo është puna ime dhe unë nuk bëj asnjë presje më shumë, domethënë pavarësisht se unë nuk jam pro kësaj ideali, po që prap duhet në momentet e dura. Janë gjithmonë si karta që duhen lozur atëherë kur të hapet krau, domethënë edhe Shiko, të japësh kontribut dhe të është shumë e thjeshtë të ndryshosh veten, që është gjëja më vështirë që unë kam mësuar që më është dashur shumë kohë, edhe kam përjetuar në moment në mënyrë më të keqe dhe nuk mendoj akoma se jam gati ta ndaj se si, po që shumë gjëra ndryshojnë me veten tënde kur njeriu mëson të thotë jo. Domethënë, nuk e di nëse ti ndan njëtin mendim. Unë akoma jam duke mësuar. E di pse, sepse ne jemi edukuar që të jemi people pleaser, të kënaqim të gjithë, të jemi të mirët në sytë të gjithëve. Dhe unë po luftoj, po ha veten me dhëm që nuk më duan të gjithë, e kupton? Nuk është se do doja të më donin të gjithë, isha e pëlqyer dhe e pranuar. Nuk ka asnjë njeri që nuk do të ta duanin të gjithë. Të gjithë ata që thonë që nuk dua të më duan të gjithë, jeni fucking liars, e kupton? Ju jeni gënjeshtarët mashtruesët më të mëdhenj. Por gjithsesi duhet edhe vërtet, shiko, është sa e lehtë aq e vështirë. Dhe kur flas ndonjëherë se në tavolinat e diskutimit sa herë jam, unë nuk harxoj kohë kur nëse nuk është diskutimi një niveli të caktuar. Nuk, domethënë ja, një jo që unë mësova ta them, nuk e di a ke bërë ti, domethënë besoj po. Unë them jo për takime në të cilat unë e di që nuk do ketë vlera. Për mua, jo për tjetër, jo për gjykim, jo se unë jam më lart apo më poshtë. Thjesht për mua ky nuk është vibe i duhur. Dhe është edhe unë nuk e ndaj asnjëherë kështu me thik, domethënë që e presim me limon, siç i thon shqiptarët. Nuk e bëj asnjëherë ashtu. Domethënë në këto raste, sepse normalisht do të ketë edhe pak taktik që mund të thosh jo njeriu edhe pa e bërë armikun tënd, dhe zakonisht kur janë gjëra për shkakun që unë s'bie dakord, që për shembull është tek episodi i fundit që ka dalë në momentin që ne po e regjistrojmë, ka dalë hapësira publike, që është një diskutim që mund të futet çdo njeriu që ne e bëjmë në Twitter Space me grupin Lolita, edhe atje janë njerëz për shembull që përdorin teori konspirative dhe joja ime në këtë moment është pasive, në momentin që unë thjesht mundon ta anashkaloj që okay, e the, u kënaqesh që e the, au përmbushet ti që e the, okay, e kalojmë, nuk duhet të fut, unë nuk dua të kushtoj asnjë lloj fare vëmendje. Ti nëse thoj diçka që idiote, domethënë ti po kërkon vëmendjen time, kështu që unë nuk ta jap vëmendjen time asnjëherë, kështu që unë do e kaloj një çik të gjë tash. As nuk do të kritikoj asnjë gjë. Ti e the, bravo, çfarë e the, u kënaqem me veten tënde. Diskutimet e kota dhe debatet e kota janë pa diskutim humbje kohe dhe e ke parasysh ato meme se nuk bëhen kot meme dhe gjërat. Ajo që thotë mos diskuto kur me një budalla, e po pse mos diskutosh me një budalla pikërisht. Yeah, that's the fucking point. Thank you for proving my point. Kjo është arsyeja. Po pavarësisht se jam inxhinier o Egla, domethënë e ka vënë re që unë e adhuroj njerëzimin edhe e adhuroj njeriu si krijesë, domethënë edhe nëse ndryshe nga shumë kolegët e mi që thonë që nëse unë do isha inxhinier në timi, do isha inxhinier X apo do isha fizikant. Unë nëse nuk do isha inxhinier në timi, është pa diskutueshëm që do isha diku në histori, psikologji, filozofi.
Shiko, Leon, pavarësisht se ndoshta bën një punë tjetër, unë shpresoj që të plotësoj dhe të përmbush gjatë gjithë kohës, që të ndihesh mirë kur bën punën tënde, por ti po bën diçka tjetër. Ti i ke bër lëvizjet e tua për këtë humanizmin, për këtë që kemi vërtet të dy shumë dashuri dhe unë njësoj. Domethënë unë e dua njerëzimin, ashtu siç është me gjitha ngjyrat, se në fundit është i gjithë i eksplorim. Prandaj është e bukur gjitha gjëra. Shiko, unë punën që bëj, domethënë me të gjitha ato të metat që ka, me të gjithë konservatorizmin, me të gjithë domethënë bullshitin që ka inxhinieria e ndërtimit, domethënë sidomos në pjesën e project management që unë jam në të cilën unë punoj, domethënë mua ajo punë përmbush në çdo lloj pjese, domethënë, sepse unë vdes edhe për debate, domethënë e kam edhe relativisht të thjeshtë edhe ta vendos ato që unë dua ta them edhe ajo është pjesa e fundit edhe pozicionin e tillë e kam që ja lejoj vetes këtë gjë tashmë mbas 3 viteve, domethënë erdhi dita. Kështu që edhe kjo është gjë shumë e bukur, unë ja sugjeroj të gjithëve që unë e gjeta mbas le të themi afërsisht diku te 10 gjërave që un kam provuar e gjeta atë hobin tim, domethënë edhe gjën tjetër që më përmbush anën tjetër që s'ma përmbush puna që është podcasti të flas me njerëz. Se njerëzit mendojnë që po provuan vetëm një gjë dhe nuk funksionon apo nuk i përmbush, nuk di unë, nuk e di çfarë dua. Eksploroni, tek e 10-ta mund të jetë tek e 3-ta, mund të jetë tek e 2-ta, nuk ka rëndësi. Domethënë ideja është shiko, unë në një space para shumë kohë, se nuk është edhe shumë e hajri kjo fjala, po unë kam thënë në një space që duhet të hash aq shumë mut sa të jesh i rënd mjaftueshëm që mos të lëvizi era. Nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë këtë shprehje, po mund ma shpjegosh? Po e kam thënë unë se kisha tashmë 6 bira në vendin tim. Ajo që doja të thoja unë me këtë ishte që o plak, duhet të provosh aq shumë gjëra të këqija, domethënë duhet të prandaj siç e themi në shqip hamu, domethënë duhet të kalosh aq shumë gjëra të këqija sa të arrish në një far stadi, domethënë që atë që ti e do mos të lëvizi me opinionin, apo diçka e tjetrit, apo trendi apo po ti të jesh domethënë steady, të jesh me këmbët në tokë, fort, e të thosh që unë do i bëj ball kësaj derisa t'ia dal. Kjo është e imja, domethënë, edhe unë ose do dështoj edhe me këtë do kaloj pastaj të gjej tjetrën, ose kjo do funksionoj, sepse unë jam tashmë në thonjza i rënd mjaftueshëm që era e opinioneve nuk më lëviz. Jam shumë dakord. Edhe këto, domethënë, me shumë seansa me veten para pasyrës edhe me shumë gjëra të tjera, domethënë arrin njeriu që ta kuptojë që në qoftë se diçka nuk të kënaq, po puna me veten, në çfarë konsiston tek ty? Përveç faktit që ti në pasyrë ndryshon, okay, domethënë cilët janë ato elementet që ti mendon ty të kanë ndryshuar mendësinë? Me pika. Gjëra që mua më kanë ndihmuar, domethënë e para fare ka qenë ajo që unë kam të lindur që unë jam jashtëzakonisht shumë kurioz. Kjo është gjëja e parë që mua më ka ndihmuar të përmirësoj veten. Duke qenë kurioz, unë e kam detyruar veten të jem i hapur ndaj çdo lloj mendimi, ndaj çdo lloj debati. Nëse shumë mendime që ti pavarësisht të arsyes ose backgroundit se si e rritur, domethënë i jep kohë, ato e shfaqin veten, domethënë do ta shfaq çdo lloj argumenti, çdo lloj ideali, çdo lloj politike, domethënë nëse i jep kohën e duhur, ato do e shfaqin bërthamën e tyre dhe aty për herë të parë do e kuptosh vërtet nëse nuk e do ose nëse e do. Edhe kjo un kam pasur, domethënë, shiko, mendime domethënë shumë ignorante, shumë të cekta, domethënë që vetëm sepse unë kam detyruar veten time duke shtrënguar dhëmë të dëgjoja një tjetër që nuk doja të dëgjoja, apo prapë e dëgjova mbi 10 herë, domethënë me gjëra të tjera, unë kam ndryshuar opinionin tim, domethënë vetëm sepse unë thashë çfarë sado gabim të jetë ky njeriu, siç dua unë të dëgjohem, do dhe ky individ të dëgjohet, kështu që unë do të dëgjoj këtë dhe mbasi ky të ketë konkluduar, atëherë unë do të formoj opinionin tim. Edhe kjo ka qenë primarja fare. E dyta pastaj ka qenë leximi që unë nuk theva,
e kam përmendur në podcaste të tjerë për mos të mbajtur gjatë, unë jam rob që e kam jashtëzakonisht shumë të vështirë të lexoj, jam zakonisht viziv ose dëgjues, edhe shumë materiale i kam konsumuar normalisht në mënyrë audio, edhe rikthimi pastaj prapë në lexim më ka bërë të ndryshoj edhe shumë opinione të mia, edhe shumë gjëra se si mendoj, or fjalë formim, si flasun, si i drejtohem njerëzve etj. Kam një mikun tim më shumë të mirë, Eltonin, që e përshëndesim tash për shkakun. Edhe ai është aq individ pozitiv, domethënë, dhe që sharak ashtu që e kam unë qef që para disa episodeve mas e kam vënë njerëzim dhe kam një gjë që e kam pasur, nuk e di. Unë kaloj jam voletal shumë edhe ndryshoj shumë gjëra, por do të fjalën plako shumë fare. Deri në momentin që Eltoni më tha që plako hiqe këtë plako, e kupton që kill it, domethënë mos e përdor, domethënë në 4 fjalë 5 herë është plako, kështu që edhe më pëlqen. Duke vënë veten në këtë lloj pozicioni, në lloj pozicionin, domethënë që je vulnerable, gjithmonë në rrethin tënd, gjithmonë një besuar që e di që nuk ta kanë me të keq, edhe je i hapur për të diskutuar çfarë lloj teme që ti përshtatet e formatit, atëherë qelli është limit. Kjo bisedë ju përshtat shumë formatit tim. Më pëlqeu shumë. Pika e parë që kape, më kujtoi një gjë që u thoja gjithmonë njerëzve. Ne shqiptarët të paktën, ose ajo që kisha vënë re unë mes njerëzve që takoja, ne nuk dëgjojmë, kur komunikojmë me njëri tjetrin, nuk e dëgjojmë bisedën deri në fjalinë, deri në fund. Ne sa dëgjojmë një fjalë, na ndizet një dhimbje, trupi dhimbjes, edhe bëhemi gati të kthejmë përgjigje, pra ne dëgjojmë për të kthyer përgjigje, nuk dëgjojmë për të dëgjuar dhe për të kuptuar. Edhe unë, po të njëjtën gjë e kam ndryshuar ndoshta se edhe unë kam qenë shumë ndryshe. Domethënë kur kujtoj veten time, kam ndryshuar dhe shqyr, se kur më thon njerëzit që ke ndryshuar shumë, them, uji duhet të rrjedhi që të jetë i pastër, e kupton? Që të pastrohet. Kështu që them gat që nuk jam siç isha më parë. Dhe kështu, dhe pikat e tjera pa diskutim, edhe unë, edhe leximin, mësimit të thënit jo dhe njerëzit me të cilët rria. Bën shumë ndryshim tek unë. Pastaj u fiksova një talleshi me pleqt kur thoshte në një gjysh ose në një xhaxha ose në një shok i babit, domethënë ato shprehjet nga i libri Naim Frashit me fjalë të urta të popullit, domethënë që më thua me këri, të thënë se si lihet. Kan shumë të drejtë. Bur me këto tash, bur i dheu tash na thoni ju e dini ju jeni të vjetra la ça dini ju, ka ndryshuar bota. Ideja është që kalon mosha pastaj edhe shikojnë që plako plako. O zotri, je në një moment domethënë që në qoftë ti është therëse dhe unë akoma nuk e kam kaluar atë stadin që ta shikoj si normale. Është therëse si fjali, po që në qoftë se rrethon veten me njerëz që vërtet nuk e kanë diçka të planifikuar në kokë. Unë nuk po them që ti do planifikosh Teslën e ardhshme dhe do konkurosh Elon Muskun, as pak më valla. Po duhet të kesh një ide për diçka që do ta provosh, edhe të dështosh, të thyesh të urin, domethënë të ngrihesh pastaj prapë përsëri. Po ideja është që është të kesh të njëjtën ngrinë, fatkeqe për një grup shoqëror. Të kesh të paktën të njëjtën mendësi, qoftë edhe thjesht ta diskutosh diçka pa e provuar, ama të diskutosh në atë nivel. Ti e ke vënë re, besoj, në tavolinat shqiptare ku thashë femnaja është kryefjala, më the të thash filani, fisteku, kur vinin njerëz dhe më thoshin, më tha X për ty, i thoya po mirë më, arsyeja që ka ardhur ta ka thënë ty, do thotë që ti i lë hapësirë njerëzve të flasin, e kupton, je ti problemi, mbyll ti zinxhirin. Më kanë mësuar një shprehje që kur kam qenë vullnetare në një organizat, më ka mësuar CEO-ja i organizatës, më ka ngel në mendje, tha grekët janë shumë të zgjuar sepse thon nuk di, çfarëdo gjë që vjen njerëzit të tjerë thon nuk di, dhe aty mbyllet kordoni thashë themeve. Dhe ishte amazing, ishte fantastike. Unë mezi u përpoqa atëherë të bëja ndryshimet e mia, po është shumë e vështirë në një ambient ku thashë, pastaj dëgjova dhe si e ka libri do më iku tani. Thashë themi është krijuesi i botës, sepse duke kaluar thashë themi nga njëri vend në tjetrin, u zhvillua bota, duke parë se si funksionojnë. Pra, mos të bëhemi radikal, po të paktën të jemi kështu në mes edhe me çdo gjë që ndodh, e kupton? Po ajo që diskutonim pak më parë
që të rish me njerëzit e duhur, prandaj doli më vonë, se neve shprehjet e gjyshërve të paraardhësve tan i denigronin kur ishim të rinj se nuk u kuptonim rëndësinë. Po tani që bëhen meme, kur themi këta motivuesit që thon nëse rri me 3 miq të mirë, ti je i katërti, e kupton kështu na e pranon mendja. Që e di pse janë me që dole me që përmendë greket. To koincidenca unë ja dhuroj. Para dje ndarë para se të flija, po bëja scrolling me to. Se unë kam faqen time, domethënë ato që ndjek janë gjithë kohës kështu filozofi, domethënë story, life story etj. Edhe kishin bërë një video të re nga këto text to speech domethënë, edhe diskutojnë paraqisin diçka që ka thënë Aristoteli kur I thoshin thashë theme. Vetë dikush I thot Aristoteli domethënë që unë kam dëgjuar diçka për këtë mikun tënd. Edhe përpara se ai të fillonte Aristoteli thotë ti e ke të sigurt këto që do më thosh që s'ma ke thënë akoma? Jo, nuk e kam të sigurt, por që ma ka thënë dikush. Okej. A është diçka e mirë rreth këtij miku tim? Jo, nuk është diçka e mirë, tha. A do më ndihmoj kjo gjëja mua që ti do më thuash? Se po edhe nuk është se të ndihmon direkt. Atëherë çfarë të kam bërë unë ty, I thot Aristoteli këtij. Kjo është butchering, unë po e them vetëm aq sa mbaj mend. Thashë çfarë të kam bërë unë ty që ti do më thosh diçka që nuk e ke të sigurt është vërtet apo jo? Që flet keq për miqtë e mi dhe që nuk do ndihmoj asnjërin atë. Tani pse po më merr? Po ofendon, literalisht. Domethënë ka mundësi të jetë nga kjo prejardhja se fjala pas e ke parasysh pas sa herë rithemi e ndryshojmë kontekstin, po e ndryshojmë mënyrën se si e themi, po konteksti nuk duhet të ndryshojë dhe është shumë e vërtetë. Domethënë nuk duhet harxuar koha në asnjë mënyrë. Është një gjë nuk na kthehet është koha. Unë do doja të kisha më shumë kohë të bëja edhe 10 projekte të tjera në të njëjtën kohë. Po s'ka. Dhe e mban mend kur na thoshin prindrit, thjesht ishte mënyra e gabuar, po thoshte nuk do kesh kohë thoshte ime më, sepse është një super zonjë, mami im, jo se është mami im, por është nga ato zonja që mua më ka mësuar shumë në jetë, ka punuar shumë. Dhe më thoshte Egla do të iki koha mami, do të fluturoj koha dhe bëj gjërat në kohën e duhur. Për shembull, lash diplomën e farmacisë, duke qenë se shqyqyr zot mbarova 2 fakultetet, e lash e shtyva mbrojtjen e diplomës, atë që ne quhet për të dhënë të drejtën për të pasur të drejtën për të kryer aktivitetin tënd. Edhe shtyva 1 vit, 2 vjet, 3 vjet dhe vinte mamja, shkreta po të lutem mami, po hiqe më mbaroja këtë gjë se të ikën koha me mam. Edhe do ti që erdhi shumë shpejt koha që e kuptova që fluturonte. Dhe kisha djegur shumë orë dhe shumë kohë, edhe për çfarë I jepi atë kohë. Se mirë që e digja, domethënë, po me asnjë gjë që më vlente mua. I vlenin të tjerëve, mbushja kohën, le të themi, të njerëzve të tjerë. Hajde të ikim këtu, hajde të dalim, a je për një kafe, se ti e di shprehjen tonë, a je për një kafe. E kishim kështu orar pa orar. Pas skedulim. Unë tani jam në atë fazën që realisht se kuptoj si kam dalë ashtu pas skedulim. Se mund të dal tani për veten time për të bërë diçka të shpejtë apo një walk apo vrap apo një gjë që të heq mendjen, mund ta bëj pas skedulim, po të më thuash ti mua nga tani për tani hajde se dua të dal, unë nuk e di si e bëja më parë. Dhe e shoh që ndodh është edhe faj, jo vetëm kulturës, por edhe sistemin shkollor, edhe se nuk e ka mësuar, po le ta marrim këtë 1 minutë që na hapësir, domethënë për të kushtuar çik vëmendje prindërve tanë, domethënë, shiko, unë jam I bindur që edhe ti ke pasur të njëjtin model prindi që kam pasur unë, të paktën me kaq sa ndan me mua, edhe në kohët e fundit to 2-3 vitet e fundit, domethënë vërtet I kemi hapur syt se një familje me 3 meshkuj dhe nënën tonë, domethënë që çka ka bërë ai individ vërtet, domethënë për ne edhe sa e rëndësishme ka qenë për ne, për meshkujt etj. Sidoqoftë nga organizimi vetjakor, nga gjërat më idiote që mund të vinë ty në mendje deri tek ato më largpamse, domethënë e njëjta gjë si thua ti që mos e shtyj atë thjesht mbaroje, hiqe, domethënë etj. Edhe unë kam pasur, shiko, unë kam nxirr jetën, kam qenë fëmijë jashtëzakonisht shumë I keq, domethënë edhe sidomos vitet e fundit, domethënë 3 vite nuk ishte ditë që mos ziheshim, mos bëre, kam bërë vërtet shumë të vështirë, domethënë, edhe shumë mirë kam bërë që e kam bërë shumë të vështirë sepse kjo më kanë shërbyer edhe mua dhe ti me më. Edhe ti me më I kanë shërbyer që të kuptojnë që dale sepse djali im është një person I vetë edhe do t'i mësoj gjërat
shumicën e kohës dhe në mënyrën e fortë, domethënë me shembuj eksakt. Por më ka ndihmuar edhe mua për faktin tani që shoh mbrapa, domethënë që më bëhet jashtëzakonisht shumë qefi dhe jam shumë falendërues që asnjë gjë që un kam dashur nuk ka qenë e thjeshtë, sepse në qoftë se un do të kisha po në gjithë kohës, un do isha thjesht një piece of shit. E kupton që nuk do isha gati për të luftuar me asnjë gjë. Edhe në këtë arenë që përkthehet direkt në arenën e punës që kam unë. Këtë arenë që kam unë, që unë duhet të zihem minimumi me 5 firma ditë për ditë, domethënë që gjëja të funksionojë. Në qoftë se mua ime më do më kishte thënë po, direkt, me herën e parë, domethënë unë nuk do isha i përgatitur për jetën time dhe do thoshe që po pse po më thotë ky jo, mua mama më ka thënë gjithmonë po, unë jam rritur gjithë jetën time më ka thënë po. E këto gjëra i shikojmë pak vonë. Edhe punë nga ora 7 deri në 4 vinte, gjysmore gjumë me një sy hapur, një sy mbyllur, çoj, pastronte, gatuante, bënte këtë, bënte atë, vinte ora 8, ne atëre e kishim si shaka, se mami thoshte gjithmonë, u gdhi për mua. Që erdhi mëngjesi, domethënë, vinte ora 8, 9:30 ishte, domethënë, kishte mbaruar individi, kishte shpenzuar çdo lloj energjie të mundshme që mund të kishte, pavarësisht se ne e kemi ndihmuar, po me një mama tipike shqiptare, domethënë sa do lloj të bëj unë të heq një fshes, nuk ka për të qenë i kënaqur asnjëherë ajo, kështu që do i vej. Për këtë pjesë mund të jap një opinion, sepse unë kam një vëlla dhe shikoj mënyrën se si sillen, mamat shqiptare vetë sakrifikohen për djemt në një mënyrë të nuk jap dot shpjegim, po gëzuar për mama, se vërtet janë heroina. Me djemt sillen në këtë mënyrë. Nuk e di se nuk mund të përgjithësoj rastet, por për shembull me ne vajzat, mamat janë më të disiplinuara, kërkojnë më shumë disiplinë, me idenë që na ndero familje ndoshta, se gjitha këto vijnë si po ne se kemi provuar këtë Egla, sepse ne dy meshkuj kemi qenë edhe po jemi të dy meshkuj edhe babi 3 edhe Lina jon ka qenë gjatë gjithë kohës që jo, ti do jesh i zoti i vetes 100%. Domethënë ti duhet të bësh çdo gjë vetë. Domethënë çdo gjë orë nuk ka rëndësi fare, domethënë. Unë kam dalë edhe në podcastet e tjera, domethënë, ky është rasti domethënë kur shokët e mi kishin dalë për të luajtur, domethënë, dhe unë çfarë duke fshir gjethet e hardhive, domethënë, se më kishin thënë ata që po nuk e bërë këtë nuk do dalësh, e kupton? Edhe mua atëherë më duhej krimi më i madh, orë na ndiu jetën, çfarë na bën kjo na turprojnë nga njerëzit, kush nuk shikon me fshes. Po jo, shumë mirë, se mendova që ke qenë thjesht i llastuar, le të themi, dhe çdo gjë të është bërë gati. Është shumë mirë që vërtet të ka. Edhe unë jam shumë i njohur se ti me mëje, edhe unë kështu kam qenë. Unë për të shkuar në një partim në gjimnaz mbaj mend që unë në gjimnaz isha perfekte. Studioja, isha senatore, domethënë organizoja aktivitete. Nëse do ishim në Amerikë për të bërë paralelizëm, do isha kështu popular girl, po jo mean girl, popular për mirë. Dhe prap unë duhet të merrja 2 javë përpara, e të laja të shpreja 120 metra katëror shtëpi. Por që më ka bërë mirë, dhe është shumë e vërtet. Më ka arritur rezistencën, na ka mësuar. Që i falenderojmë shumë mamat që na ka dhënë këtë lloj kulture, sepse keni bërë. Mami, faleminderit. Do ta shikoj ajo këtë video dhe duhet t'i them faleminderit. Kishe të drejtë, I love you. Po, unë i them Linës time të dua shumë edhe gjatë gjithë kohës ke pasur të drejtë, po thjesht duhet të kuptosh faktin që ne atëherë kemi qenë budallënj dhe fëmijë. Tani duhet ta bënim këtë rrugtimin. Jo, ideja është domethënë që çdo gjë ka kohën e vet. E shikon si përputhen gjërat prapë siç e thëti përpara. Thjesht nuk ishte gati ato kohë, edhe ne nuk kemi qenë gati ato kohë për t'i kuptuar gjitha, por normalisht dielli del kur i do qefi vetë. Ne që të ishte versioni improved dhe i përmirësuar, duhet të kalonim nëpërmjet këtyre, se po të kishim thënë dhe po gjatë gjithë kohës që atëherë do ishim me të njëjtin mentalitet dhe nuk po themi që është gjithkohon perfekt, ne ju duam. Unë të dua, mami, po ti e di që ka raste që duhet të ecim çik. Gjithsesi mami është nuk di amazing se ka ndëhyrë me breza të rinj dhe është bërë një njerëz komplet ndryshe nga çfarë ka qenë, shumë mendje hapur. Edhe unë kam qenë shumë rebele dhe kjo lufta ime ka ndikuar që motra ime dhe vllai im kanë jetuar shumë të qetë më mbrapa, se i vuajta unë të gjitha gjykimet e di. Normalisht, këtë për mua e ka bërë një vllai që është vllai i madh, domethënë normalisht ai e ka pasur më të vështirë se sa unë dhe unë nuk mund të them tash që kam vuajtur sepse normalisht ai kam kaluar unë para që ata janë edukuar. Normalisht, edhe ai e ka shtruar, jo, të themi të vërtetë, domethënë ajo që është edhe një vlla për shumë gjëra, domethënë edhe si të vogla, si të mëdha, domethënë e ka shtruar rrugën për mua që pavarësisht në krahasim me shumë të tjerë ishin pavarësisht shumë strikt. Por në krahasim mes neve dysh domethënë
Ai ka ngrënë brylin. Me të drejtën lere, nuk dua të shiko, kam vendosur që çfarëdo lloj gjëje që ka ndodhur ta shikoj me prizmin pozitiv se po të më pyesje mua adoleshente për sa i përket prindërve, zot isha rebelja, unë isha tamam rebelja. Por që tamam çdo gjë ja vleti. Çdo gjë ja vleti. Çdo gjë ja vleti. Jo, po më amën, shiko. Ideja është që mos dje sot apo nesër çdo prind, domethënë që e ka bërë një të punë që kanë bërë prindit tanë, do ja shohë. Dgjoj, ama një gjë do t'i them babit, se më thoshte kur të vesh në moshën time, fjala bie kur ata ishin 30, 32, 33 vjeç, e kupton? Kur të vesh në moshën time, më thoshte mua do ta shikosh se si do e bësh jetën. Dgjoj babi, po e bëj jetën ndryshe. Better. Ajo është. E po shiko edhe se edhe mos e zgjatemi, se po bëhet edhe pak vonë për të dy neve, për agjendat tona, por unë kam vënë sidomos nga ana e djemve, normalisht përmendin më shumë nënat tona, sepse normalisht lidhja e meshkujve me nënat e tyre është më e fortë, por me që po bëhemi kështu tash all cute, do t'i kushtojmë dhe një çik rëndësi baballarëve, domethënë, sepse unë kam pasur, domethënë, sa jam rritur tash, domethënë se nga që jemi rritur tash edhe nuk qajmë dot, nuk të dalim në lotë tani si meshkuj, po që unë vi kështu nga një familje qaramanësh. Edhe ideja është në të gjitha zënka, në të gjitha konfliktet, pavarësisht atyre gjërave që ne nuk bijem dakord, thelbi është, domethënë, që në përgjithësi kur e shikon tablon komplet se si është, domethënë, e konsideroj veten vërtet një njeri me fat, domethënë se kam pasur një baba që ka punuar, domethënë, e thënë shqip si kafshë që gjithkohë që ne mos na mungonte asnjë lloj gjëje, e raskapitur në një lloj mënyre që është domethënë, nëse njerëzit nuk e kanë pasur vetë, domethënë nuk e kuptojnë dot se sa i raskapitur mund të jetë një njeri nga ajo lloj pune e fortë fizike, edhe në mënyrën e vet, ashtu siç ai e mendonte që ishte versioni më i mirë. Na ka kushtuar në rëndësinë, na ka dhënë ato disa leksione që mendonte se duhet të ishin, të tjerat që ne i ka munguar sepse edhe ai nuk i kishte pasur si fëmijë i vet. Edhe kur e shikon tani, mbasi takon lloj-lloj kulturash të ndryshme, lloj-lloj njerëz të ndryshëm, lloj-lloj prindësh të ndryshëm, domethënë e kupton që shut the fuck up for a moment. Ja, to be grateful, të jemi mirënjohës, pa diskutim. A mund të them ndonjë gjë për babin, ka shpirtin më të bukur. Nga ana njerëzore ne të dy kemi pasur gjithmonë përplasje, sa ai shkreti ka vuajtur me një mentalitet nuk ka faj, dhe unë gjithmonë tani e kuptoj, domethënë, po ka shpirtin më të bukur. Domethënë dhe dua ta përshëndes se babi se ngela duke përmend mamin, madje mami ka filluar më kërkon lek tani, po më përmendën më dua të drejtën e autorit. se është më business oriented ajo, ndërsa babi. I love you, Daddy Mobi. Kështu. Nuk mendoj se ka diçka më perfekte se sa kjo për ta mbyllur këtë bisedë të këndshme. Edhe unë të pres përsëri të Buçi Podcast, sepse edhe është një gjë tjetër që ka ndodhur me mua. Unë tashmë në podcastin tim kam filluar dhe kam bazën time të ftuarve që e kam krijuar tashmë, ku ti bën pjesë normalisht. Edhe gjëra shumë të bukura po vinë, unë kam projekte në mendjen time, edhe thjesht people stay tuned, gjëra shumë të bukura po vinë, njerëz fantastik si çdo herë, por edhe në këtë rast, edhe do ju kënaqim, do ju mësojmë, do bëjmë shaka, do bëjmë gabime, normalisht, të gjithë bashku, edhe të gjithë bashku do vëmë atje ku duam të vemi. Me shumë kënaqësi, ishte vërtet kënaqësi. Kur të dëgjojmë herën tjetër, do jemi me projekte. do jemi të fuqishëm fare herën tjetër. Deri atëherë njerëz, bëni like, subscribe, komentoni, nëse nuk bëni dakord normalisht, komentoni, shiko. Për juve që keni ndënjur deri në fund, normalisht jeni të hajrit, kështu që e kupton, unë ju sugjeroj që të komentoni, domethënë si kritika, si mendimet tuaja, na mësoni, na thoni gjëra të reja që ne mund t'i përdorim. Edhe do të shkoni, domethënë, që unë s'e besoj se ka, po nëse ka ndonjë nga që ndjek Buçin dhe nuk ndjek Heglën, domethënë normalisht në përshkrimin e videos do jenë edhe linket e social media të Heglës, edhe shife tani
nuk ka asnjëri çfarë të humbi dhe mëson çdo ditë diçka. Kështu që gjëri nga Buçi, fjalët e mia zakonisht ecin, kështu Në që episodin tjetër do më shpjegosh pak këtë të Buçit, ose dhe ke thënë ndonjë dhe më thuaj ta dëgjoj. Pse Buçi? Se s'dua të mbaj më gjatë. Ose e lëm për episodin më tjetër. pëlqen. Okej. Deri atëherë, ja kalofshim mirë, edhe qëndroni pozitive. Ciao. Buçim në bu, CHI, bu, CHI podcast.